Përshëndetje miq, ja kur ishemi sërish në emisionin pa emër, një emision I cili drejtohet nga unë dhe dy miqtë e mi, zoti Andri Bala, zoti Ermal Peçi. Fakti interesant që në ka bërë dhe bashkë ditën e sotme për të futur në live dhe ju lutemi që ta shpërndani kudo, ka qenë pikërisht një video bomb e deklaruar nga selia e Partisë Demokratike, konkretisht nga kryetari I saj në rrjetet sociale, në të cilën shikohet makina e zotit Ergyes Agasi, pikërisht një Range Rover ngjyrë vishnje, I cili lëviz bashkë me eskortën e kryeministrit dhe bashkë me makinën e kryeministrit. Ky fakt I ka ardhur zotit Berisha nga qytetarit digjital, është një dhënë e marrë nga qytetarit digjital, dhe është bërë publike sot dhe ako janë dhe pamjet me këtë tekst shoqëruar në rrjetet sociale nga zoti Berisha. Zoti Berisha ka deklaruar që pengmarrësi dhe inspektori përgjithshëm I narkoshtetit Ergyes Agasi udhtonte së bashku me Ramaduron. Dhe mesazhi që më ka ardhur thot ai është pikërisht ky. Doktor, kjo video është bërë këtë vit në Tiranë. Është eskorta e Tiranës ku makina e dytë është makina zyrtare e kryeministrit dhe bëhet fjalë për benzinë së klas. Dhe ndërkohë bashkë me të lëviz edhe Ergyes Agasi me makinën e tij private. Makina Range Rover E5 në radhë, ngjyrë vishnje është makina e Ergyes Agasit me targa GG 444AA dhe makina tjetër pas tij të fundit në radhë është makina e rojeve personale të Ergyes Agasit, po me targë GG 34AA e modelit Defender. Ergyes Agasi ruhej me roje personale dhe ndërkohë kur takonte Ramën e shoqëronte dhe policia e shtetit dhe futej në eskortën e kryeministrit. Ky ka qenë mesazhi I deklaruar nga zoti Berisha. Unë shikoj këtë rast dhe këtë denoncim Andri, si një denoncim I fort, I cili e fakton pikërisht lidhjen e presupozuar të zotit Edi Rama dhe mendoj që është një denoncim I cili e ngre kapitalin politik Partisë Demokratike dhe konkretisht të vetë zotit Berisha. Ky denoncim, domethënë. Jo, një nga edhe protesta dhe vazhdimësia, po edhe ky denoncim. Dhe madje është denoncimi që këto kohë të fundit që është parë që deri diku e lidh, se puna është deri tash ka qenë kuadër në fjalëve raportet e zotit Rama me zotin Agasi ose edhe me persona të tjerë të marrë pandehur. Të paktën deri më sot nuk e di pse Ermali shikon me çudi, nuk kam parë ndonjë fakt ose një të dhënë kaq komprometuese siç është ky lloj afrimiteti. Këtu rikujtojmë deklaratën që ka dhënë zoti Rama për televizionin Rai, nëse kujtohet me gazetarin italian I cili I bëri një pyetje për zotin Ergyes Agasi dhe për afrimitetin e tij dhe ai tha që nuk e mendoj se si një televizion dhe një emision kaq I rëndësishëm si ju bën këto pyetje personale të bazuara në thashë theme të tjera. Dhe po të rivendosësh ontologjikisht në kohë atë moment me këtë moment tashmë që zoti Berisha e deklaron dhe mendoj që kjo është një tronditje për grupet kriminale, flitet që shumë shpejt do dalin madje dhe regjistrime në të cilat dyshohet që është dhe vetë zoti Rama, I cili është kryeminist, që ka shkuar dhe ka takuar zotin Ergyes Agasi në studion e tij në cilin e regjistronte. Fakt pasaj që I cili nëse do dalin dhe realisht është kështu siç e thon gazetar, do jetë një burim goxha komprometues. Të gjitha këto fakte duket sikur rrethimin e SPAK-ut dhe të BK-s e çojnë më shumë afër Ramës dhe duket sikur është më e madhe dhe më probabile mundësia që të kemi qeveri teknike. Duke qenë se Ermali I bën përshtypje këtë deklaratë, nuk e mendon atë vrasht, kur do të mendimin tënd që ta diskutojmë. Tani mua bën përshtypje që kjo është e gjithë është puna e SPAK-ut. Më thënë, nuk është videoja që ka nxjerrë në pa defektin e Ramës. Është puna e SPAK-ut që ka treguar se si Ergyes Agasi, njeriu I hije dhe koordinatori I krimit I Edi Ramës, ka përfituar tendera publik, siç ishte në rastin që për 3 muaj me një kapital 10 euro kishte përfituar 232 milion euro nga shtatori 2023-shit në dhjetor të 2023-shit, por që kjo të ketë lidhje me rritjen e kapitalit të opozitës politike, unë nuk e shikoj, nuk e bëj dot lidhjen, jo se s'dua, po nuk e bëj dot lidhjen, domethënë, një video e tillë nuk fakton asgjë, sepse ç'a po shohim në ato që kanë nxjerrë SPAK-u dhe në ato që po ka bërë Edi Rama në gjithë to vazhdën e viteve, është po njëjta gjë. Lidhjen tani vetëm një ndërhyrje të vogël. Lidhjen e gjërave që ka ndarë nuk e ka bërë as SPAK-u. Se po të kishte bërë SPAK-u mirë dhe ishte e ka bërë vetë Ergyesi.
Po, me Sa ata nuk kanë kap gjë këta të spakut, të parat. Po këta të spakut i kanë nxjerrë Një ato. sekond, më fal, që ta kuptosh. Kanë dolur nga kontrabanda e cigareve. Po kush e kapi ata? Po më me kanë bërë kontroll, kanë kap Po video kush e bëri pa mirë? Një sekondë. Kush e bëri më që ta di, pastaj më thonë. Nëse ka bëri vetë sa i grupën. Ore, po kush e ulumtoi që i nxori Po këto çaj materiale? ulumtoi më shkon te zyra, morën materiale dhe ishin mbante. Po pra, po i mbajnë, ore, dakor, po them, nuk është punë fakt penal, dhe hapet i procedimi për kontrabandën e cigareve shkruar dhe nga prokuroria italiane. Po pra, po. Një sekondë, as nga shqiptari, ajo aty ka qenë Ergysi. Nuk është iniciuar nga Spaku. Jo, pe kemi në këtë akuzë. S'ka të Spakun mes tu. Spaku ka bërë, Spaku s'ka çaj t'i bëj. As Ergysit, as Zotit nuk ka çaj t'i bëjnë këtë lloj kushte. Këto janë pothuajse kushte flagrance. A kupton? Atë që duhet bënte Spaku e ka bërë Gysi vet. Po. E kupton ç'a në thelb o zemra vllajt, ma kupto drejt ç'a dua të them. Nuk ka lidhje se çai ka bërë. Ora, mund ta bënte edhe policia, mos e bëj Spakun sikur e ka bërë Spaku. Dhe policia rastisht mund të kapte. Policia s'ka bërë asgjë se policia ishte ortak me Gysin. Tani mund ta bënte thash më tani mos e bëj tani mund ta bënte, unë po them me faktet. Po zvëns drejtori, unë e kuptoj çfarë më thua ti që mungesa e aftësisë së Gysit. Mungesa e aftësisë Gysit. Nuk thash as këtë thash unë, nuk thash. Po fakti që ka filmuar të vetët. Spaku nuk ka bër as edhe një punë sa i përket kësaj. Dhe kjo gjëja, për shembull, Spaku ma ka vërtetuar me video siç e ka nxjerr ky zotëria, për shembull Berisha, që lidhjet e Ramës me Ergysin, pse nuk ka shkuar në këtë pikë? Pse jo më fal, pse nuk shkon në këtë pikë Spaku? Janë të paaft? Nuk më i mungojnë burimet? Kush është procesi? Më bëse tani gjithmonë presin proceset e Spaku. Po këta jam të them pra, po nuk mund të ishte proces fakti që këta kanë kap padashje telefonin e gruas të Vis Berberit, fakti që kanë kap padashje videot e këtit zotërisë, to janë padashje, nuk e kanë ditë ata se kanë përgjetur videot aty. Ata nuk e kanë ditur, por procesi kanë nxjerrë që janë dhe këta të përfshirë. Po është proces më bala tani, një hetim i tillë është, një hetim si vazhdon. Një hetim mund të nalë një telefon. Po mos ishte do kishin gjetur metoda tjera, nuk mund të bëhet me përgjimet. Po mos, jo më po s'janë. Mirë. Përgjimet. Është fakti bala, fakti është këtu. Ore i ka përgjimet Ergysi, po i ka fshehur. S'ka rëndësi më është fakti, ata do nxjerrin një mekanizëm tjetër, nuk quhet bi. Po pse se kanë nxjerr pra mekanizmin të po themi. Po ata nxjerrin pjesën e tyre. Kuptoj edhe gjë që thoni, dhe është e drejtë. Po them tjetër kënd vështrim. Andri po thot, duke qenë se kanë pra këto indicia, këtë akuzën, incizime që ka bërë vetë Gysi. Dhe që ta dish deri itinerarën e ngjarjeve se është mirë që ti rithemi herë pas herë ta kuptojnë rendin kronologjik. Në aktin e pengmarrjes, edhe të shkeljes barazisë në tendra është arritur për shkak sepse ka pasur një procedim nga shteti italian për zotin Ergys Agasi, në cilin ka qenë i përfshirë dhe dhënë një oligarkut fuqishëm në lidhje me kontrabandën e cigareve. Dhe prokuroria italiane ka kërkuar Spakut bashkëpunim për lokalizimin e këtyre personave. Po ta më ta përfundoj. Dhe me lokalizimi ka dhënë numrat e telefonit edhe shumë të dhëna të tjera. Tani çka ka ndodhur nga thyrja e impulseve telefonike, janë vënë biseda të tjera komprometuese në lidhje me heqjen e paligjshme të lirisë të personit Geron Meçe. Dhe po ashtu janë vënë biseda midis Ermal Beqirit, Mirlinda Karçanajt edhe Ergys Agasit për shkeljen e barazisë të tendra. Duke qenë se këto dy fakte të reja kanë qenë për të njëjtën ngjarje, është vendosur çela i procedimit të ri. Problemi ka qenë që vullneti dhe iniciimi ka qenë i shtetit italian. Më fal, ja të bëj një pyetje. Kush e ka bërë këtë mor tani se nuk më intereson nga vjen. Më intereson kush e ka bërë. Se gjithmonë vin përgjime s'ka janë kroçat. Jemi të dyne në provim. Dhe kemi zyshën përballë. Dhe ti kopjon tek unë, edhe unë kopjoj tek ku dëgjon te telefoni. Të filmoj ty që po kopjon dhe atë zyshës. E ka shikon shumë mirë rrugën. E ka kapi zysh aty apo të spionova unë? Kush e dha vendimin, se nëse ajo thot Diljas ka rëndësi ka rezultati. Të kapi zysh aty duke kopjuar dhe more katër rëndësi ka rezultati. Për mua rëndësi ka rezultati. S'ka rëndësi mekanizmi. Shumë mirë ka bërë ai që ka spionuar shokët. Dhe ka filmuar shokët. Unë nuk po them se sa më. Po nuk më intereson mua kjo gjë. Si ndodh? Mua më intereson që rezultati është këtu. Nuk po kuptoj, rezultati nuk është i Spakut pra. Po dakor, nuk ta ndaj, nuk e ndaj si do ti. Okej, ndaj si do ti, nuk është i Spakut i kujt është. I Gysit më.
Një lumë të dora. Gysi ka luftuar shumë mirë. Okej. Po e ka luftuar. Po shumë mirë, mo ky është mendimi juaj. Mendimi është i Spakut. Spaku ka bërë punën më të mirë. Ore, Belinda nuk është mërzit me prokurorët e Spakut. Ta themi fjali tani që e di shumë mirë edhe për tjetrin dhe për këtë. Belinda s'është mërzit me prokurorët e Spakut, sa është mërzit me Ervisin. Çka ka ai? Berberin. Po. Ky zot këta të dosjes së akshit janë mërzit edhe këta shokët e Gysit janë mërzit me Spakun, sa janë mërzit me Gysin që i filmonte në përzyra. Po. Këtë jam duke të thënë. Të vërtetë. Në sensin e kuptoj un, po kjo çfarë? Po pra pse ata Kjo është njësoj si s'ka e ngroçat që si përgjigjen nga jashtë. Nuk ti po bën sikur ti, po tani po dërto këta dhe ne po themi jo. Ky çfarë bëri gabim ky që tregoj. Nuk ka nevojë, o Andrej. Ata nuk ka nevojë para pak kohësh. Si s'ka më meritat Gazbardi për denoncimin e Ballukut dhe ka rëndësi kush e bën denoncimin i parë. A ke thënë këtë gjë? Kush kur Gazbardi dëshmerte meritat, që jam dakord me ty unë që denoncimin për Belinda Ballukun e ka bërë zoti Basha, ti deklarove se ka rëndësi edhe kush e inicion kallëzimin, jo kush e bën procesin. Po, në një politik po, në politikanët po. Po te ky rast, pa çfarë po them unë? Gysi ka bërë, ne se dim që Gysi se ka bërë kastilet e Spakut. Si e ka bërë Gysi se më të çmendët më burr tani. Nuk e di më ka bërë kastile për të çuar Spakut, për t'i groposur gjithë. O Anri, se unë përgjigje tjetër s'kam. Unë nuk e di se çan me NQS. Unë di faktin. Ore, ky Gysi është tamam si s'ka engro. Ore, unë di faktin. Edhe fakti është i tillë. Tani të flas, fakti është i tillë. Po. Spaku ka rritur një punë të mirë dhe ka bërë një punë të mirë, ku ka zbërthyer në aqsh. Ka bërë punë të keqe, më Po kush tha që ke thënë, po kush të tha që po thua ti? Unë s'po të drejtojmë ndonjëherë që po them ti më the kështu, po them kështu. Po pse s'ma gjeti këtë video Spaku? Ma publikonte Spaku. Ore, po në këtë sens. O Andrej, kapital politik i Sali Berishës të po tani kontekst se kam tani këtë pjesën. Tani ju thoni tani ti se urren Berishën më shumë se unë. Unë nuk kam urryer asnjë njeri. Unë nuk urrej asnjë njeri. Jepja meritën atit. Unë nuk urrej asnjë njeri. Unë nuk urrej asnjë njeri. Dhe as më pak Berishën dhe as më pak njeri tjetër. Unë po të them një gjë, që kapital politik është akti, nuk është një denoncim i një videos dhe po të më kishit lënë ta mbaroj, do ta kuptoni që do ishte më e thellë. Po të kishte më shumë kohë, po të lëm se s'ke shumë kohë për debat. Nga 2013 Anëri deri më sot Rama ka dalë me visë roshin krah për krah me qaf, kur gjithë opozita i thoshte ai është një njeri i akuzuar për prostitucion. Si bënde përshtypje fare Ramës. Ja tregoi prokuroria italiane, e përjashtoi, dilte, thoshte si e ke emrin ti, Vis Arben, Aqif Matuf. Ka thënë që unë kam njerëz cilët janë shpallur në grada, ai kam thënë i kam shok, nuk i lë, ka thënë. Kështu që në këtë vazhd prandaj thash po të më nga fakti që Rama nuk pi ujë tek denoncime, thua ti? Ku është raporti logjik këtu me këtë gjë? Ky është raport faktik, s'ka nevojë logjik. Ky është faktik, mo. Po flas për denoncimin normal, nuk po flas se si sidhet Rama. Si denoncimi, po denoncimi është i njëjtë mëse ka treguar, po të them, ka treguar Spaku dhe Spaku në hetimet që do të shkojnë, ne nuk e dim si do të vazhdoj, se ata sa ka nisur, ata mund nxjerrin edhe fakte tjera për Rama. Dakor, tani se ti po më thua, ore do zhbëjmë të tashmen duke thënë palestronë se po të pret ai miku jon. Për në televizion, kështu që vetëm të dëgjoja po ti ke. Jo, vazhdo se ikës, a do ikësh ti. Po do ikës se s'kam. Edhe tjetër mos le intervista kur. Se dia 1 me 2 bashkë tani. Po mos na e bëj fikse ti se 1 e 2 s'ka qenë ndonjëherë. Shtyje kohën, po. Shkruajta që 12 më burse i kam thënë disa herë Xhojt jo. Sa ka ngjarje madhore që mos na jo te Xhoj pëlqen flasësh më shumë se flet kundër Berishës, po. Është vërtet. Kjo gjë është e vërtetë. Mese 1 me 2 mos na le më se ne gjithmonë kena fillu, asnjëherë s'kena fillu fiks, se si jemi në emision, me orare. Nuk na e djeg njëri kohën. Po, nuk ka çfarë. Ha, dhe çon. Ideja është tu tani. Po. Se tani në kontekstin që unë nuk jam dakord me pjesën që këta tani asë Berisha e zbuloj, e para është për të verifikuar herë se sa herë kena dalë bllaf dhe mos para më pëlqen dalë bllaf. Kur rrezikoj shumë, e bëj me njerëz shumë besuar. Pra, kam njerëz që kryesisht i ka dalë fjala për ato gjërat që më kanë thënë dhe nuk para marrë materialet dikujt tjetër dhe i shes si të vërtetat e mia. Po. Ajo që mendoj unë që besoj që gabon Ermali se i fut një këtë punë e bëri Spaku dhe del Matan, logjik që ka unë paktën për gjërat është se Spaku dhe të donte mos ta bënte nuk
Nuk arrin dot. Është patate nxehtë që i ka ngelur në dorë, s'ka nga. Shka do të ferproj se s'bën aty e çfarë është skandaloze, pengmarrja, vjedhjet e fondeve, plus ti ke të regjistruar të faktura me video. Steqa si preset e kjo, si prej tiragim në Ramës drejtën, me intuitën tënde. Si gazetar serioz dhe i vjetër që jenë, si mendon çfarë justifikimi do thotë Serrata? Se që do kemi kthim përgjigje do kemi, Se do reagoj. Nuk reagoj. Po? Do më thënë ti mendon që s'do reagoj? Jo, nuk besoj se do reagoj, mund bëni kështu nga këto të vetat se këto me videot me kukla që këto do thot gojtë e liga të vetëm po tha që s'është eskorta ime. Po s'ka aty është makina, ndoshta nuk e di se është pamjet pak nuk janë të qarta, janë pak të qarta. Po çfarë do lloj pamje nëse makinat e këtij, qoftë edhe me ministrin e këtij, or nuk ka rëndësi. Se se dim në është makina Rama, se unë nuk shoh targa aty. Unë se di çfarë targa ka Rama një. Tek makina. Pa aty nga që është video pak e pa qartë, ata që merren me këtë punë duhet ma zbardhin. Pra çfarë do të bënte Berisha? E denoncoj, okej, patjetër. Më sjell dokumentin e targave të këtit. Kjo është puna e tij. Nëse prap, për opinionin publik o vlla, jo për as për ti çun spakas, nuk ka lidhje kjo se spaku vazhdon punën e tij. I gjen targat e këtij, thotë ja ku janë këto targat e zotërisë me dokument. Nuk kanë nevojë pse të nxjerr qytetarin digjital, më faj mu. Nuk ka më bëj vet, mos ti dikush tjetër. Merri targa e zotërisë, këto targa për gasin tit. Kjo është eskort shtetërore. Pastron videon tek makina e zotit Rama. Nxjerrte targa zotit Rama që vazhdon në bulevard i shoqëruar makinat e këtyre dhe bën lidhjen kaq marrë këtu nuk ka çfarë të thotë Rama më. Është si puna fotos së atit hysës që shkonte në kryeministri. Deri në momentin që zotëria shkonte në kryeministri nuk ishte as i kërkuar, as me njollë në biografi, pra nuk ishte as non grata. Ishte biznesmen. Si që ditë Rama është muhabet tjetër, pastaj e dinte dhe se dinte. Aty thotë nuk e dia, ishte një biznesmen si gjithë tjerët, për shkak të që ka të foton që po shkon kryeministri, për shkak një situate 1 2 3 4 5, investime strategjike apo çfarë lloj gjëje që bën qeveria. Kemi mbledhur 20 biznesmen nga gjithë bota, të suksesshëm nga gjithë bota. Si hysa ishin dhe 19 tjerë ose edhe 99 tjerë. Kjo nuk ka rëndësi kjo. Kurse kur ti ma nxjerr me të faktuar që filan makina në prosit zotërisë, kur ma nxjerr të faktuar në video të pasa që ta shohë edhe publiku në qartësisht që makina me eskortuar është e kryeministit Rama, atë s'ka çfarë dali Rama më pastaj. Çfarë do thotë Rama? Çfarë do dali? Jam dakord, jam dakord. Unë s'besoj, kaq i punë nuk e bëjnë dot i çik më tepër se sa të tani grim sallat kot. Jo vetëm ne, po të gjithë. Ore, unë ta them, sepse nuk më pëlqen që miqve të mi të them mirat në sy, je totalisht i vërtet edhe i sakt në atë që thuat e punës pakun. Pa do me thënë se nga herë, siç kanë merita në proceset tjera, që e kanë bërë realisht punën vetë. Po në këtë rast, për peshën që ka pas zoti Gyus Agasi, dhe pesha nuk është se ka pas vetë si person, nëse është në njëri që ditë mendoj shumë mirë, nga herë ti bën lidhjet e dura, ditë negociosh. Se kemi edhe vetë miq që janë afër këtyre, po nuk dinë bëjnë as edhe një veprim në kuptimin qoftë asaj që është e ligjshme. Po e flas në sensin e Por ta thash sinqerisht ata miqtë e Gysit, nuk janë mërzit për spakun se sa janë mërzit me Gysin që i ka filmuar. Po se është prerë mbes, më. Ore, po të marrësh vesh ti nëse që unë këtu në këtë zy podcast kam vënë kamera, do dihesh mirë. Po jo, se kamera shetare, jo kamera se kamera kështu. Edhe e kemi për siguri. A do mendosh se unë dua të krijoj prova valla që tu shantazhoj? Po. Se thibi aty bisedave, po. Është në një moment kur të vinte kjo situatë. Po jema i kishte me foldera politikanët. Po. Policët, drejtorët e policisë, biznesmenët, Bravo. deputetët, i ndante ai, drejtorët, i kishte nda me foldera për secilin. E marri dhe thot çfarë do të jetë edhe poshtë përpjet. Unë një fakt e di, që Berisha s'ka shkuar kur në zyrën e dikujt. Këtë e di. Nga njerëz të vetë më Por mos ka shkuar te Rama. Le Rama ka shkuar, se di unë rasti që ka shkuar Rama në Po. Flas te rasti konkret që mund të faktohet apo nuk flas. flas. Po di që në zyrën e biznesmenit fuqishëm Rama ka shkuar. E di unë. Po, patjetër. Ore Rama ku s'ka shkuar, zyrën spitali u ka shkuar. Shtremë klasin drejt, ka 1001 meta. Disa të meta nuk i ka, nuk ka vend dot turizëm në zonë Berishës. Jo më unë i thash, prandaj u ashtu me Ermanin ti nuk e urren. Nuk thash se unë e urrej.
që thotë unë nuk rrej njeri, tani kap, a mund të kapesh te kjo fjala tani? Tjetër thelb them unë tani, tjetër ma çon komplet diskursin te urrejta tani. Të flasim për urrejtën dhe për dashurinë. Po pra kalon letërsi. Flasim për urrejtën dhe dashurinë. Dhe tek parimet. Unë e kisha në këndvështrimin që zotëria ka qenë PD, unë s'kam qenë kurrë PD. Po di. Edhe kam bëj editoriale aj tash sa mot kundra Berishës, nuk e kam bërë njëherë pro. Çka kam thënë 2-3. Por ama kur është për thënë që si ti them te kafe dhe ty, që them që 1 2 3 4 5 ky zotëri ka merita. Jam dakord. Pra është familjar që mu pëlqen dhe e vlerësoj. Pra gjithmonë, se si pastaj hym, nuk i hy se këto familjar të ti kanë bërë këtë, nuk i hy fare, atë pa ish familjar. Ndryshe ka të gjithë 140 që ka pas në njerë kuvendi Shqipërisë. Nuk kemi folë, këtë gjunë njerë mua betë dashurë është për Berishën. Ka pas atë, tani e kotë që diskutojmë. Aset këtë njëri guxim, tash do themi që konfidenciale nga bashkëpunëtor ta. Madja askush nuk ka pasur guxim të kërkojë diçka vetë doktorit. Nuk ka shanse. Po një pra, nese, nuk e në dish, kokë në kokë, nuk e diu se ç'mund ndodhi me struktura të tjera. Ore, po them që është familjar. E vlerësoj pavarësisht se është e keqe, pavarësisht se është e keqe në mjedisin e politikës ku jemi sot, për më pëlqet i them gjëra, nuk bëj dot kështu, po ky që më pëlqej publiku që më shef nga shtëpia që thotë sa bukur, ky që ka bravo, populizëm. Nuk e bëj dot, nuk më ha fare. Dash pëlqej publiku ndash, dash më pëlqej. Unë do them vërteta, unë do them ato të mijat e s'du t'ja di për njëri. Pra, më pëlqen zoti Berisha sepse pavarësisht është mjedisi legend këtu në Shqipëri, mish nuk i ka hedh kurrë mbal. Asnjëherë. As i kalon atë. Si nuk të prembes, nuk është prembes, çka ka bërë gjëra që unë nuk i di, po flas çka janë publike. Se çka ka bërë në tani në raport me denoncimet kriminalët MNZ më të frikshëm që ka pas Shqipëria, jetë e mot se ky ja fut kot dhe nuk e di kur e ka nis që ta shofi zotin Berisha, se prandaj po them më vjen keq, kriminalët më të rrezikshëm që ka pas Shqipëria, përveç Berishës nuk ka pas burr tjetër që ti denoncoj. Me emra të gjithë. Filani nga parlamenti e deri tek Zyra apo Selia apo kudo ka qenë. Nuk e ka bërë ai, ka thënë me emra. Ata që zguxojnë ta bëjnë askush tjetër. Pra këta tjerët flasin kështu, jo po Bajra, jo po Çela, jo po thonë kështu masi e thot. Berisha gjithmonë. Po. Më kupton? Po ai para askush nga ta zguxon. Po pra, ai ka bërë me emra tani. Themu se ka bërë Berisha këtë. Mund t'jetë maskara, mund t'ketë vjetë, ka është hajdut, pa tjetër, këto nuk jam mohoj do. Tani se po flasim për Berishën, se duke sikur jemi mbledh për Berishën. Po çarojmë pozitën. Fakti, po pra pozitën, fakti edhe kësaj videos, kjo video është shumë e rëndësishme. Ky e bën sikur është gjë më normale në botë kjo. Jo, ky e bën sikur ka dalë aty Tirana duke ngritur një kullore me krysa gasi rastisht në plazh. Po edhe nga qishin të dy rrafë. Edhe rastisht plazh do ishte problem re. Edhe rastisht plazh në kushtet kur sot Rama, qoftë politike, qoftë në si thuash në mjedisin e elektrizuar që ka poshtë këmbëve. Sa i përket lidhjet e tij me njerëz korruptuar, qoftë me vartës, po qoftë me biznesmen jashtë rrethit qeveritar, kjo është skandaloze, sepse këto dosjet ose këto dosjet kur them e kam në lidhje me fajlat ose dokumentat që zotëria ka regjistruar në zyrë ku shkruan politikan, deputet, drejtora, biznesmen, qoftë dhe këto të grupeve kriminale, këtu është kutia Pandorës. Realisht. Pra nuk është USB zez që thamë ne që shkoj e Belindës. USB zez e Belindës është ato provat që mori Spaku edhe i qoj... Ka zoti Elvis Berberi që qote të qoqe screenshotet. Po, ta budallishëm. Se da i si Herkysa Gasi, po nuk e kishte me video, i kishte me... Sepse ndoshta nuk e di se që... Unë se shpegoj dot. Pse e bëj këtë gjë pra? Ndoshta unë nuk e besoj. Ta e dinë që kanë të bëjnë... Kam pyetur. Por një sekond, ta e dinë që i kanë njerëz të rrezikshëm me mendje kriminale, diabolike, perfide, këta që kanë përballë, që kanë bashkëpunëtor, ja dinë errësirën edhe si veprojnë dhe çfarë bëjnë? Ta krijojnë vëlla imunitetin e vet duke sajuar prova dhe fakte. Se mbase kanë precedentet si kanë përfunduar ata që kanë qenë para këtyre. Po, pra. Që gjatë... Se shumë logjika. Po këto pra janë bërë që t'jenë të shantazhueshëm. Ai e ka nisë për të bërë të shantazhueshëm këta përballë ti. Por në fakt,
kur del vetë të gjitha, i e përfshin vetë. Ma kupton? Ta thash që është se logjika e videos prifti Meta. Që prifti regjistron të Metën teksa flisin për afera aty të bllokut kuq. Ka pas ca video të tjera prifti, që ka shit më pas. E di, nuk ka rëndësi. Një praktikant i cili merr gjithmonë disa mandate zgjedhje. E di, po ideja është që pra këto janë në radhë parë janë paranojak për shkak të punës që kanë bërë dhe për shkak të lidhjeve që kanë dhe për shkak të marrëveshjeve korruptive dhe aferave që bëjnë her pas here dhe duhet të kenë gjithë shantazhueshëm dhe nën thundër sot nesër për gjithmonë dhe nga ana tjetër pastaj paranoja i ka çuar që të jetë edhe mishi i ka, po unë se kuptoj se si mund t'i mash ti në zyrë, ai nuk e ka pritur që të arrestoj. As që të kërkoj kontrolli, ndoshta. Më kupton që i ka dalë e cigareve. Si mund të mash në zyrë ti, se besoj se kanë kohë që janë regjistruar, nuk janë muhabete sot për sot ato. Një muaj fundit. Ato ishin fajle të marrë në kohë për njerëz të ndryshëm. Aty mund të jenë prokuror, gjyqtar, se din fare. Qoftë Elbasanit, qoftë Durrësit, më kupton çfarë mund të ketë ajo dosja? Po, sakt. Dhe ajo dosja është kutia Pandorës për treguar lidhjet kriminale të individëve ndryshëm. Kur them kriminale tani se di çka kanë bërë, se ne flasim dhe ne se kur çka kanë bërë aty, më kupton? Por fakti që ky zotëria i ka ruajtur përgjimet, i ka ruajtur kontekstit për të pasur diçka që inkriminon, apo i shantazhon këta njerëz, nuk i ka bërë për qef një bisedë për Freudin apo për Nietzsche, më kupton? Nuk ka bërë bisedë as intelektuale, as filozofike. Besoj se ka folur për afera, dhe nëse kjo hapet, kjo USB, pra tani Klot Brau, që është drejtues i ri, ju hap punë 10 herë nga e para më shumë se sa Dumani, në gjykimin tim. Në gjykimin tim më shap punë disa herë më shumë se sa Dumani. Për sa kohë flasi për një person i cili paktën si shtojnë gazetarët ose kolegët ose njerëz që edhe ka njohur, që ishte person që ishte ministra vendos e ministra. Nëse si përgjigjeshin interesit ekonomik ti apo të njerëzve përreth tij. Ishte një njerëz që kishte lidhje drejt për drejta me Ramën. Pra ai me dikë aty në zyrë, në zyrë mund të ketë thënë pritet marrë çik Ramën për këtë aferën. Edhe mund të ketë marrë dhe Ramën në telefon. Ke folur me viva voce ose më kupton ças mund të ketë. Prandaj un jam kurioz të marr vesh se çfarë ka dosja. Dosja e Spakut, absolutisht, nuk po them se është meritë e Spakut se Ermali e kapi shumë me kështu, ata janë s'ka tjetër. Po shoku, po nuk është meritë e Spakut, i lum dora Gysit e i lum dora Visit. Më kupton, se janë këta që morën në qafë këta miqtë e tyre dhe janë këta që na e bën shërbimin ne. Po të kishte një Spaku, mënyrë të drejt për drejt apo të tërthort, me time para praket, kishte gjetë lidhjet e para kriminale, besoj se për shembull si shteti që nga prokuroria italiane erdhi pjesa e kontrabandës së cigaretave, duket edhe greke ndoshta. Se di me çka kanë me dhëndrin e atit oligarkut të madh. Se di asë, nuk e kam idenë. Po, se si ka vajtë rej fatë. Po, nuk e di. Qa statusi është, qa gjende janë provat dhe masat? Nuk e kam dije kur me thonë drejtën. Se edhe këto portalit e ishte shumë për të veshre, në përgjithsi, pra të njarje. Për shumë, as nuk risijet me mëndje. Nuk e di, po e di që ka, në lidhje që ka... Unë di që ka i shqetsim, diku. Po? Po të fitet për këtë gjë. Shqetsimi që i duhet të relaksohet, po. Si shqetsim, më shpjegon? Ka i shqetsim, pra, të oligarku i cili ka dhëndë, ka shqetsim, po të përmëndet kjo rast. Se imagjino... Më se ka, qaj ka dhëndër, qaj kishte. Dhëndër me dhëndër. Po. Ideja është, po pra, ortaku i këtit ishte, apo jo? Apo kishte lidhe me të? Ortaku i këtit. Shumë bukur, për cigaret, se edhe zyra aty ishte për cigaret. Por e ky nuk është personazh kaq ky Agasi, i zakonshëm, ëh. Ky po thoj se është në ortakëri edhe në marrëdhënie me njerëzit më të rëndësishëm. Po. Që kanë nevojë për Ramën. Dhe çuditërisht vlla, ky është tani nuk u bë ky, e kanë bën dikush aty, se nga na doli ky. Po vlla, ky është si thosh e njëjta gjë që ka qenë narkoka, që ka qenë tan lepri. Po, fiks. Kjo lloj thjesht është më i shpejt, më i shkafët, sepse më shumë të reja arritin shumë më shpejt se këta. Dakor? Nëse më bën habi që ai punët i ka keq me drejtsinë, raport me drejtsinë, dhe kjo më bën habi se si ka mundësi
për shembull që në kushtet ku është zotëria, ose në biseda që zhvillohet të filmoj vetën e tij, se përposi kriminon të tjerët, je duke inkriminu veten. Për çdo, pra nëse unë filmoj ty Ermalin, Gjojn, po them Ermalin tjetër, Sonin, fjala vjen, për të bërë afera, nëse juve ju inkriminoj tek një për cilën flas me ty, posaçërisht, vetë jam të pestat. Më kupton çfarë do të them. Pra nëse ata kanë bërë një vepër një herë, unë kam bërë 5 herë, në 15 herë, 25 herë, në të ndryshme, nga lloj veprash penale. Nuk e kuptoj tani, a ishte gjeni, se ne ishte si njëri të jashtëzakonshëm, apo ishte budalla? Sinqerisht. I kur e mendon të filmosh veten duke kryer një vepër penale, nuk më bën logjik. Prandaj po them që këta nuk janë kriminalë. Ose ai ortaku tjetër që doli, që dilte tek përgjime se kishte marrë zemër, ishte ai që vorrafte lokalet e Delirorgjit, që u dhunua. Ky që kishte lidhje se kishin marrë peng biznesmenin. Tani një person që e rrajnë e dhunojnë të prona e tij, del në televizor tregon që e kishin bërë ata pistil. Më bën habi që tjetë po ky që të ketë urdhëruar pengmarrjen. E kupton të pra një pengmarrës që ka guximin të marrë të heqë lirin dikujt, të rrihet në atë lloj forme në pronë ti. Edhe ta publikoj që unë qa më bëne më rranë se denoncova këta që kishin tenda dhe unë s'kisha dhe hoqa për para. Më bën edhe që logjikisht, shoh ftohtë, se nuk i di ngjarjet, më kupton, nuk i kam hyrë thellë. Po shoh ftohtë nuk më bën logjik. S'më bën logjik fare. Kurse nga ana tjetër, pastaj kemi, thash dhe herë, edhe s'më duhet fare se kjo është punë e Spakut, nuk do t'i hyj për momentin që të merrem me biznesmeni Ermal Beqiri, që është me familjen jashtë vendit, që thuhet dhe dyshohet se është në Dubai. Ajo drejtoresha e hekimit kibernetik, më duket se ishte motra e tij. Ajo që është që përmend dhe Ergysi Mdosi. Thuhet se është motra e tij. Pra është lidhjet shtet, biznes, janë lidhje familjare, klanore, nuk janë lidhje që ta kalojnë përtej asaj. Tani, në këtë aspekt, ta bashkëvepronin me njëri tjetrin, nëse marrë vesh ishin biznesmen, a ishin të fortë kriminal, që të merren edhe pengë dhe të vrisin, apo ishin biznesmen që thjesht bëshin afera, dhe këtë duhet ma tregoj Spaku. Nga ana tjetër, ky lloj denoncimi dhe që ka lidhje me atë që denoncoi dhe Zoti Berisha, ka lidhje me për fat të mirë, dhe me denoncimin që ka bërë Zoti Benameta, që e thash dhe çfarë kur ishim bashkë, Rama me zotrin pinte verë te kopshti i Edenit në kryeministri, verë super shtrenjtë. Ju kapën dhe verat në shtëpi. Se kështu janë tani, te ke parasysh, si thotë ai, më mirë syri se sa nami mo. Ju kapën verat në shtëpi. Vera me vlerë miliona euro, 3 milion euro. Për cilat edhe ky siguroi përmes kushteve ose njojeve ose konjunkturave arriti të lëviz një pjesë të tyre, që mos kanë qenë fare të gjitha të këtij, mund të kenë qenë dikujt tjetër. Bëjnë festa her pas here publikisht, bëjnë festa të mëdha për arritjet që kanë bërë këta në para. Për një shifër të caktuar që këta e kanë arritur ta sigurojnë përmes aferave. E kuptoni çfarë budallishëm ta. Prandaj po them se janë kriminal dhe nuk janë njerëz të jashtëzakonshëm. Këto janë të zakonshëm. Dhe si puna e saj, si tha ai, dua të bëjmë hajdut ta. Ditë vjedhësh e tha, po, ditë vjedhë, si ditë vjedhë. Po ditë shesh e tha, jo, ditë shesh, po në më një punë tjetër se për këtë punë ti. Kështu që edhe ai duhet të lëku për të qenë një jashtëzakonshëm, se nuk mund të themi jashtëzakonshëm për një njerëz që ka vjedh si thua buxhetin e shtetit. Ai ishte një njerëz i zakonshëm sepse as nuk dinte ta bënte atë punë. Dhe me këto që ka bërë të paktën për mendimin tim, ka për fatin tonë, e kupton? Se këtu e lidha me Spakun, pastaj që Spaku nuk ka një merit që u kapën këta të tjerë në thelb. E di çfarë përjetimi ka me këtë ngjarje që po ndodhin, më duket se u përjetojmë në Italinë e viteve 91-92. Po, toç. Edhe mendoj që është precedenti vetëm që shpjegon këtë ngjarje dhe mbajni mend të ç'po them sot. Ndaj të njëjta zgjedhje. Po.
u krua një prokurori speciale, u donën gjitha skandalet shtetërore, raportet me mafien dhe u kuptoi dhe qëllimi geopolitik që pse duhet bëheshin, se ka dhe një qëllim. Nuk është thjesht Rama bashkëpunon, qose ka bashkëpunuar me miqtë e Ergyll Sagasit, dhe me formatin e miqtë e Ergyll Sagasit, thjesht sepse me idenë që hajde investonin ca para këtu e kështu. Është në kuadër të një lëvizje më të madhe. Problemi është që nga një herë ti nuk e kupton, se mendon nga që jenë kryet shtetit që je ti, si thua tek pjesa e grupit timonit, po mund të jesh te gomat, më kupton ose te ferrotat. Po pra. Ç'a ndodhi? Ndodhi që dikur në Italinë e viteve 1922, Demokracia Kristiane, si partitë ishte shumë gjatë pushtet, dhe sidomos Giulio Androdi, i cili ka qenë 5 herë kryeministër, 25 herë ministër, ishte figura kryesore dhe partneri kryesor i ndërkombëtarëve dhe sidomos amerikanëve. Tani aty për shkak sepse ishte koha e luftës stop, dhe për shkak sepse duhet të izoloheshin pjesët politike ekstreme, u vendosi një strategji që quhet strategjia e tensionit, ku duhet shkaktoheshin sa më shumë akte kriminale dhe akte terroriste, në mënyrë që pjesët politike ekstreme të izoloheshin dhe partitë e qendrës si Demokracia Kristiane të forcoheshin, sepse do duhej stabiliokraci. Dhe po ta vesh re, për shkak sepse në Shqipëri u krijua një ide e ndryrjes së shumë linjave të vendeve tuaja, sidomos linjave serbe. Se vajtë edhe si shtetërës mund të jetë vërteta, ose vajtë si përdorin edhe ata që bëjnë investimet e tyre. Dhe dihet që këtu fondacioni Shoqëria e Hapur, konkretisht George Soros, kishte kohë që investonte, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Ballkan. Dhe ai investimi ishte që ditë kapeshin të elita politike për qëllime të tjera që më të mëdha, që masa do i themi herë tjetër. Dhe Edi Rama ka qenë pjesë e këtij projekti. Po. E vetmja gjë që e shkatrovi këtë njësoj siç rënien e Androdit ishte rënia e sistemit komunist për shkak të murit Berlinit. Dhe amerikanëve, Demokracia Kristiane dhe gjithë elita e vjetër politike italiane nuk i duhen më. Dhe Maxi Procesi, që ta dini edhe i fakti që s'është në kur, dhe gjithë gratat e penduara nuk ka qenë rastore, ka qenë ndryrë atësias. Se si konverguan me njëra tjetrën ato, kështu kaq rastësisht. Njeriu për një fakt, për një drejt që ne mund të kemi ngrënë 2 vite para dhe po të na dëgjosh 4 vite që kemi qenë atë drejt, se si do të tregoj formën e vet. Po. Dhe lejmë që 1300 penduar të korespondojnë gjitha deklaratat që faktet lidhen. Çfarë ndodh? Ndodh që kur ti nga herë nuk je më i dobishëm, për shkak se ndryshon afiniteti politik, linja politike, ore qoftë edhe strategjia e politike që ti ke në raport me botën, në një vend si Shqipëria, si Ballkani, si në vendet e Ballkanit, është i parëndësishëm fare që është kryeminist, le të legjitimohet me 83 mandate, le të legjitimohet me 12 vite, me 16 vite, me 18 vite që në pushtet. Kur nuk i duhesh, nuk i duhesh. Dhe ata nuk mbarojnë punë me ty kur nuk i duhesh sigurisht grup kriminal, që hajta eliminojmë ose hajtë smuret edhe iku. Jo. Në fillim do ofrohet një marrëveshje. Secili që ka afinitete me organizata të tjera ndërkombëtare të fuqishme, normalisht që nuk ikën aq kollaj, se që është dhe vetë Zoti Rama. Po. Atë çfarë ndodh që negocimi të bëhet i domosdoshëm, sa dhe patronët e tu s'kan çfarë do të bëjnë. Në drejt. Dhe kjo situata që po ndodh sot. Se nuk është se janë thjesht fakte siç i thotë Ermali, se Ermali shef në point of view shumë të vogël. Ermali mendon që një prokuror nga Dibra me një prokuror nga Fushkruja mund të godasin personazhe që përkasin organizatave ndërkombëtare, politike, jo kriminale, që mund të kenë edhe akte kriminale për të arritur interesat politike. Ka një fuqi tjetër që, dhe kjo fuqi nuk është edhe kjo më, që ta dinë njerëzit, nuk është se e bën thjesht sepse beson që kjo është më e mira. Por ka linjën e vet politike, afinitetin e vet dhe nuk i duhet më, nuk e do. Sepse faktet që i shkojnë tregojnë, edhe këto kanë ndikuar, ato shakat me Macronin edhe që nuk e besoj dhe unë që Edi Rama ka bërë thjesht me vullnetin e vet, se ja kërkuar. Se po tjetë për Edi Ramën e ndryshon që sot gjaketën politike dhe deri edhe më konservator edhe se Trumpi edhe se Gildi Venci edhe se ai që është bërë për ndjes Charlie Kirk. Mos them që deri edhe bën vetë Charlie Kirk. Po ta kërkojnë ata që të rrinë janë 4 vite të tjera. Fakti është këtu që në këtë korrespondim të këtyre faktorëve dhe elementeve, nga një do dish dhe të përfitosh. Pa edhe kur ka vërshime të mëdha ujërash, po dish ndërtosh digën e kësaj energji elektrike. Pa nuk të përmbyt më madje të prodhon për ty. Dhe gjithë ajo që unë do ta kontekstualizoj bisedën është që ato di elita e re politike, Partia Demokratike, forcat e reja opozitare, po dhe njerëz që po presin futen politik ta shfrytëzojnë këtë situatë, për mua kjo do jetë ajo që unë kam kurreshte. Sepse që Zoti Rama e ka marrë atë pjetën, unë s'kam dyshim. Po pra, çfarë është tani? Ideja është. Tani tu flitet e bëri spaku se nuk ka ishim i të spakut më. Unë ata thaj diskutojmë. Shma bet kod, po jo, mu me jo, i spakun e fus në ekuacion, se ishte ti djemi të drejtë, që në qovë se kryo qeveri teknike. Dhe unë shikoj kryeministra Artin Tumanin, kjo e afinon reprezentatinë e spakut. Jo, nuk e thash për këtë unë. Atë që e thash Ermalit, e thash se kur bisedoni, kur ti thej që
kjo duhet të njihet si Po kapital politik zoti Berisha. kapital politik i zotit Berisha, sa i tha bëri Berisha këtë punë e bëri Spaku. Pra që kur kallzon Belinda Ballukun zoti Basha, nuk e bën Spaku, e bën Basha. Nuk e kisha, nuk Po prandaj ja thash. Nëse Ermali është tjetër gjë pastaj, nuk po diskutoj për Ermalin. Por Ermali tha e uli kapitalin e zotit Berisha, tha është e zotit Dumani. Ky ishte thelbi, pra e bëri drejtësia se bëri Berisha. Se ç'kishte lidhje kjo video herën e para me drejtësinë, s'kishte lidhje fare. Dhe sepse po të marrim në konsistencë, videon nuk po themi tani lidhjet e kur u kap Gysi. Problemi është se për Gysin Berisha nuk ka fol sot. Apo jo? Ajo e rajt është lobimi i Partisë Demokratike se nuk i ra bretku atyre të rajt me Edi Ramën në Shqipëri, më jo. Është lobim i pastër i Partisë Demokratike, janë të njëjtat fjalë, të njëjtat diskurse, se siç i përdor PD-ja, edhe ato gazetat e rangut 7 që shohim në SBA që përdorin njëjtin diskurs si Partia Demokratike, janë po ato 6 milion, 8 milion dollarët e lobimit në sensin. Por nuk ka rëndësi kur një partit lobon për kundërshtarin, që thotë që ky kundërshtar është inkriminuar 1, 2, 3, 4, 5, ose pse duhet të jetë, sepse është bërë problem narkotrafiku e kriminalet, biznesmenet pranë qeverisë, klientë qeverisë, shumë lloj që përdorin retorik pavarësisht se mua nuk më ngjit shumë. Kjo është subjektive. Problemi është se Ermali donte ta relativizonte që se ka bërë ai, e ka bërë Spakun, prandaj ndryra, po ta marrim kështu sipas logjikës tënde, se ka bërë Spaku e ka bërë vetë Ergysi. Jam dakord me Kostova. Nuk e Kategorizimin racional. Kategorizimin. Ti the Berisha do t'i japim kapitalin politik për këtë video, Se kishte si këtë dhe shumë të tjera që ka bërë më përpara. Po se kishte mos se kishte. Se kishte e tha jo se ka bërë Berisha, atë e ka bërë Spaku. Okej, për mendimin tim e ka bërë Agasi vetë. A kupton në këtë sens, po ti hecim këtë logjik, nuk e ka bërë Agasi, e ka bërë, do dalim te i tjetër, e ka bërë ai tekniku i kamerës që i ka thënë Agasit, vendose kamerën këtu dhe të shketit se ta montoj unë, se i si ka vënë vetë kamerat, dikush e ka montuar. Më kupton? Në logjik ja bëjmë, ne ka bërë tekniku i kamerave. Nuk mund të flasësh shumë. Pra, gjithse kushit të të njojmë me... Shmeritë teknikut, shmeritë edhe laptopit, edhe kompanisë laptopit që i se vonë mirë fajlet. Po pra, tani, s'mund të esi me këtë logjik shumë. Po, është relativizim. Po, gjithsesi, unë nuk me, se nga që iku dhe më vjen... Po dhe ndjek atje të topi se qa do thot. Po. Ja tashime do dalojmë emisionan të do miremi. Dhe do bëjmë prapë emision mas dite. Po e them sinqerisht, ja po i them dikush që na presin. Do ndjek të topi se qa do thot, se nëse vazhdon të topi me... Për këto arsye do shkëputemi. Se u mërzit, jo, e di për qa më nuk më ashtu, sepse ky është lajmi i madh që ka bërë, po si që ka, unë nuk e kuptoj pse do ta, pse i vjen, se marrë vesh o bua. Ja do e shofim. Të nderuar miq dhe ndjekës, do shkëputemi aktualisht nga kjo tematike dhe nga emisioni pa emër. Për të ndjekur mikun tonë Normal Peçi do rilidhemi prapë. Telenovela e emisionit pa emër vazhdon. E keni në Top News. I paparësh.